A më nësh me bojë shtu me mu, deri në fund vetjes. Nëse tu ka tek me ushtru, po s'po më nësh me gjetë kohë me shku në fitness, ose s'po më nësh me pagu fitnessin, do baza më nësh me përmbush edhe në shtëpi. Për shembull, nëse na det kemi ushtru kont edhe s'po din qysh, ç'kjo është lëvizja numër 1. Qështu qysh jam të e boj stash, ja aktivizon muskujt e quadricepsit edhe të vitheve. E për me kap ma shumë të parën se dytën, thjesht bën e ma ngusht. E tash për me një vithet ma shumë se kofsha, thjesht bën e ma gjatë. Ç'kjo quhet puls. Edhe zakonisht përdoret në përfundim të setit për më djeg ma shumë me presion të shkull. E qëto jën pauza. E bën për me rrit përqëndrimin në mobilitet para se me dal të pjesa koncentrike e lëvizjes. Jump squats-at përdoren me mu shfrym mirë, pasi që njihen si ushtrim anaerobik. Kurse me dërgu edhe pak sinjal në pjesën e pulpave, e shtojmë edhe që lëvizjen në fund çdo përsëritje. Për fund, me bo edhe na ushtrim izometrik, provo me bo wallsit. Tregom në komente se sa mujtë me bo. E si përfundim, me pa ma shumë video si kjo, bënë follower Van FM krejt platformat sociale, se dhe subscribe në YouTube.